ne do të fillojmë një reformë të re zgjedhore. Jam i bindur që në ditën e vijim Kuvendi i Shqipërisë do të miratojë një komision të përbashkët në traditën e asaj që kemi pasur me konsensus, me bashkëkresim. Janë shumë rekomandime të ODIHR që fatkeqësisht nuk u adresuan në reformën e kaluar, edhe për ato arsye që ju i dini, të gatshëm për të hyrë në këtë bashkëpunim, pse jo për të adresuar edhe një çështje të mbetur ndër vite të kërkuar dhe që tashmë është bërë pjesë edhe kërkesave të Komisionit Evropian, që ka të bëjë me financimin e partive politike jashtë fushatave zgjedhore. Dhe mendoj që ka ardhur momenti që Shqipëria të ketë një ligj të standardeve më të mira europiane për sa i përket financimit të partive politike, si dhe raportimit të financimit të fushatave zgjedhore. Me mbështetjen që shpresoj ta kemi si nga ODIHR-i, dhe unë jam i gëzuar që kemi përfaqësues të ODIHR-it, të cilët pak më parë më shprehen gatishmërinë që do të jenë të gatshëm për të sjellë edhe ekspert në Shqipëri për të facilituar dialogun mes palëve, po pse jo dhe Këshilli i Evropës nëpërmjet apo Komisioni i Venecias, që në fazat paraprake me qëllim që ne në kohë të kemi një produkt që shërben atij qëllimi që tham, stabilitet ligjor dhe ligj zgjedhor shumë kohë përpara zgjedhjeve. Dhe shpresojmë që ne mos jemi pacient të pashërueshëm të Komisionit Venecia, po të kemi një regjim stabil për të ardhmen për sa i përket ligjit zgjedhor. Patjetër